programi dhe premtimet që ka bërë Edi Rami, asa nuk është i zbatueshëm. Edi Rama në 2017 thirrri gjithë ministrat e qeverisë vet dhe premtoi tha do bëj rrugën Berat-Skrapar. Po. Erdhi prapë tani në përmbyllet fushatës, premtim në Maxhor Gjiberi tha do bëj rrugën Berat-Skrapar. Do jap edhe pasaportën. Po. Berat-Skrapar? Berat-Skrapar. Për Greqi direkt. 2017 ne firmosim me ministrat, pa projekt, pa plan, pa asnjë gjë, pa financim, se ku janë burimet, se kur do filloj, kur do mbaroj. Të njëjtën gjë bëre tash. Si duhet ta besojnë qytetarët. Pra, 2 premtime ka dhënë Berat, këto 2 pasaporta nuk varet. Me që je doktor, do shpërndani në një ilaç për zemrën për socialistët, si do ja bëj zemrat votojnë kundër Edi Ramës? Keni në ilaç që i qetëson rrajet takikardina akute? Programi i Partisë Demokratike është ilaç më i mirë për gjithë socialistët, për gjithë pensionistët, për gjithë njerëzit që kanë nevojë, për gjithë papunët, për gjithë komplet personat që janë me aftësi të kufizuar. Ky program i Partisë Demokratike 100 ditëve të para është ilaçi kryesor që do t'i shërojë të gjithë qytetarët e qarkut Beratit. Ndërkohë, flasim pak për Beratin, doktor. Me që edhe ju jeni avitur drejtimit të bashkisë. Si do t'jetë fytyra, mendoni ju, e këtij ndryshimit pushtetit për Beratin, kur rilindja është kaq e fokusuar te paraqitja, te pamjet, te fasada? Si do të duket Berati? Në të gjithë takimet që ne kemi në zonat rurale, me të gjithë fermerët, me të gjithë qytetarët e qarkut. Njerëzit harrojnë, po Berati ka zona rurale shumë turistike se qyteti. Problemi kryesor që nxjerrën është problemi i gjithë infrastrukturës në këtë zonë. Ajo që do të themi, reforma territoriale e vitit 2014, ishte një reformë vrastare për gjithë qytetarët e Shqipërisë. Në verifikuar tani, mund të themi vërtet, nuk është deklaratë politike. I gjithë buxheti i njësive vendore, edhe në Bashkinë e Beratit, u përqendrua në qendër të qytetit dhe gjithë pjesa kurore e qytetit, zonat rurale, ngelën pa infrastrukturë, pa kanalizime, pa ndriçim, pa ujë, pa qendra shtetësore, pa shkolla. Pra, gjithë kjo infrastrukturë e rënuar ka bërë që ky buxhet të shpërndahet në mënyrë të padrejtë dhe gjithë qytetarët në këtë zonë kanë paguar taksat e tyre dhe nuk kanë marrë asnjë lloj shërbimi mbrapa. Pra kjo është edhe një arsye më shumë, të cilët ata janë të irrituar dhe mezi presin datën 11 maj që të drejtojnë qendrave të votimit. Si mendon se do të përqindja pjesëmarrjes? Nuk do të them për rezultatin, do të pyes në fund për atë përqindja pjesëmarrjes. Në kontaktimet që kemi me qytetarët, pjesa e mësuesve qytetarë dhe ne presim të kemi një pjesëmarrje të madhe të qytetarëve në zgjedhje. Do të jetë pjesëmarrje më e madhe se viti 2021, do të jetë një pjesëmarrje e cila të jenë bindur që do sjellë ndryshimin edhe në qarkun e Beratit. Del me diferencë të madhe, mendon? Nëse ne do t'i bëjmë një analizë. Cila është pika e dobët e PD-s në këtë zgjedhje në qarkun e Beratit, mendoni që po e adresoni? Kemi një pikë që le të themi nuk arritet dot 100%? Partia Demokratike ju ka ofruar qytetarëve të Beratit dhe qytetarëve të gjithë Shqipërisë një program i cili do të preket nga gjithë qytetarët. Doktori tha shumë bukur nga Berati që më jepni 100 ditë kohë dhe unë të jem në rregull me qytetarët e mi për premtimet që u kam dhënë. Po, Lela e kishte shkruar në mënyrë interesante 100 ditë apo 16 vjet. Dhe nëse këtë 100 ditë, që është 100% një program i realizueshëm, një program që preket, thashë njerë, fatkeqësisht shtresa e njerëzve në nevojë në këtë qark është shumë e madhe dhe këta qytetarë mezi presin ta prekin këtë premtim të doktorit. Pikat e Partia Demokratike aktualisht sot dhe koalicioni i gjerë opozitar janë plotësisht të bashkuar në qarkun e Beratit. Ne nuk kemi asnjë dasim me njëri tjetrin, të gjithë kandidatë janë në terren, të gjithë kandidatë janë në një harmoni me njëri tjetrin. Qëllimi kryesor është maksimizimi i votës dhe nxjerrja e qytetarëve. A keni një shqetësim për këto partitë e vogla këto që çojnë ujë te mulliri i njërit? Partitë e vogla po të shkojmë edhe në listë. Nga Luli që kishte partinë e Spartak Ngjelës ishte PER, nuk e di atë. Edhe në Berat po e pash. Luli kishte partinë Euroatlantikët në çekan Kristian Islamikët se partia e parë e Spartak Ngjelës ka qenë me Edi Ramën. Po. Një dorë vjetër, më thuaj. Partitë e vogla, nëse do shikojmë listën e kandidaturëve të tyre, kanë njerëz të tyre, familjarët e tyre, kanë një pjesë që janë parti po i quajmë të vogla fisnore që do mbledhin ato fiset për një vend që kanë dhënë dhe asnjë tjetër ndryshim. Nuk i prekim në terren, gjithandej. Nuk ekzistojnë. Nuk i prekim në terren. Nuk i prekim në terren. Vetëm ato indikatorë që kanë vendosur të njerëzit e tyre, që kapin ata njerëz rreth e rreth, dhe thonë, po pjesën tjetër ja. Janë pa program, nuk i kemi
në teren. Ecin me shpresë. Shpresoj shikojnë lartë, në base diçka do të sjellë. Mbase nëse intereson Ramos mund t'i